S'ka si kuresh për mua, do me thënë tjeta, faleminderit. Kisha nga rrëfimi i saj. Shqipëria Live po flet fundit. Si dore, Po, pa e kam një pyetje. Ma si është në nota si Dorela? E ka si Dorela radhën. Ka një pyetje për Po, si Dorela s'ka për pyetje. Mund të fillon nga Rozana me radhë Sidoni. Çfarë do bëje nëse do kishe 100.000 euro? Pra do fitoje ti. Çfarë do bëje me lekët? Nota si do i thëllë, si Dorela? Çfarë do bëja me 100.000 euro? Prit pastaj. Fal. E po vetëm të s'keni vendu? Këmo? Çfarë do bëni me 100.000 euro? Egli me 50 na pa. Nga Rozana, se po... Kjo është një pyetje që është e koti përgjigjem, sepse gjithë shqiptarët po t'i pyesë se çfarë do bëjmë me 100.000 euro, gjë e parë do ta jepni për një shtëpi, për të rregulluar diçka, për të larë një. Unë do kisha qejf të përgjigjesh kësaj pyetje sepse sigurisht me lekët shqiptarët gjithmonë rregullojnë diçka që është e pa bërë. Nuk do doja se çka e kisha bënë nëse kisha fituar. E kryve të thasë s'kom përgjigje. Do të thënë do ishte pak sikur s'dua të ashtu. Unë nëse kisha fitu, Ti ke 50 nuk Ati ngelën 7.000 fund. 7.000 ngelën po rritë më nëmë. Nëse kisha fitu, normal familjes tam të varfmet, i kisha animu, fukaros. Ju jepi për pamirësi po? Po, gjithëshysh. Edhe familjes ta, edhe familjes. Njerëz që më kanë nejtë të në kohë në ofër, kur unë s'kom pas sen, u kësha këpy me të mirë në i sen nëse kësha mujtë. Shto 3 opcione, edhe në punë. Keni një veçanti që do t'jera për Janë, po janë një 5, po s'më mi thonë. Okej. Po, qëto e? Unë e kam 50. Po s'është keq. Jo, Egli do t'i dhuroj 50 e ka thënë. Po, që do t'i ndash. Që the e kam 50? Jo, e ka 50 në total. Tashmë nuk kam 100.000 euro, s'kem kam 50.000 euro. Kështu që... Këtë di, mendoj do investoj në karierën time. Jo, s'ka, jo, në muzikë. Absolutisht muzikë, një gjë që nuk kam... Një gjë që nuk kam mundur ta bëj më përpara asnjëherë. Do investoj për veten time dhe vetëm. Një pyetje pa radhë vetëm me që ishte Egli dhe po fliste për pjesën e karrierës. Je më e prirur Je më e prirur që të fokusohesh tek karriera jote sa i takon këngës apo do e preferosh